Në datën 28 shkurt, televizioni rajonal 6+ Vlora realizoi një kronik, duke denoncuar shqetësimin e qytetarëve të Vlorës e veçanërisht drejtuesve të automjeteve, të cilët konstatonin parregullsi në realizimin e projektit që po zhvillohet në rrugën transballkanike për vendosjen e barierave mbrojtëse në trafikndarëse në mes të rrugës. Parregullsi këto, të cilat kanë të bëjnë me faktin e dëmtimit të pronës publike që bëhet në këtë projekt, ku në aksin në fjalë janë ngulur në asfalt hekura, duke qarë rrugën e më pas një korsie e qarkullimit është rrethuar me rrjetë mbrojtëse duke formuar një shteg për mbrojtjen e punëtorëve. Rrethimi me rrjetë në një prej rrugëve të qytetit ku ka fluksin më të lartë të qarkullimit të automjeteve, duke ndikuar në qarkullimin rrugor, pasi hasen në shumë pengesa. Pas denoncimit dhe lajmet në fjalë të transmetuar në televizionin 6+ Vlora, firma e cila po realizon projektin në fjalë, me sa duket ka korrigjuar gabimin. E pra, ja që pas ka edhe një zgjidhje, firma e cila po realizon projektin për krijimin e barierave mbrojtëse në trafikndarëse në transballkanike, me sa duket ka hequr rrethimin e cila e kishte krijuar si një mas paraprake sigurie, duke qarë asfaltin dhe duke bllokuar qarkullimin rrugor. Në vend të gardhit që u vendos në këtë segment me hekura dhe rrjetë, tashmë është gjetur një zgjidhje e cila është edhe më tepër ideale. Siç mund ta ndiqni në pamjet, mendimin e operatorit, janë vendosur masa provizore në aksin transballkanike për mbrojtjen e punëtorëve, ashtu siç duhet të faktikisht në realizimin e shumë projekteve në Vlorë. Gjetja e zgjidhjes provizore për të ruajtur punëtorët që realizojnë projektin është po njësoj efektive, teksa nuk pengon as qarkullimi rrugor, ku më parë një prej kursive të qarkullimit kishte dalë jashtë çdo funksioni. Ajo se çfarë bie në sy, është se vendet në të cilat më parë ishin vendosur hekura për të realizuar rrethimin e rrugës, vazhdojnë të jenë ende grop për gjatë gjithë segmentit rrugor. Gropat të shkaktuara nga shpimi i asfaltit në aksin rrugor, që dallohen qartësisht edhe në pamje. Këto anomali sigurisht që duhet të rregullohen në vazhdimsi. Projekti në fjalë nga ai fillestari është korrigjuar edhe në disa detaje të tjera, detaje këto të cilat kanë të bëjnë kryesisht me lartësinë e kangjëllave të cilat janë vendosur në një lartësi më të ulët se më parë, teksa nga ngjyra e zezë ato janë kthyer tashmë në ngjyrën jeshile, duke u përshtatur pjesës së gjelbëruar të trafikndarëses. Vlen për të theksuar e përmendur edhe fakti se barierat anësore do të vendosen vetëm nga njëra anë e rrugës e jo nga të dy anët e segmentit rrugor transballkanikes, por edhe rrugës Alidemi, që të çojnë në drejtim të Spitalit Rajonal të Vlorës, rrugë këto ku po zbatohet projekti në fjalë.